Një ngjarje e rëndë u regjistrua mëngjesin e 8 qershorit në kryeqytet, konkretisht në Allias. Një 31 vjeçar u plagos me armë zjarri në zonën e Alliasit në kryeqytet rreth orës 7:50 minuta të mëngjesit. Shtetasi Korrado Teodori, 38 vjeç, plagosi në këmbë me armë zjarri fqinjin e tij, Sandrino Baci, 31 vjeç. Bëhet e ditur se i plagosuri dhe autori janë komshi me njëri tjetrin dhe më herët nuk kanë patur konflikte. Nga hetimet paraprake dyshohet se i plagosuri ka ngacmuar bashkëshorten e autorit, Sandrino Baci, sapo ishte kthyer nga Italia, ndërkohë që arma me të cilën është qelluar ishte pistolet, e cila ende nuk është gjetur, teksa autori është arratisur menjëherë pas ngjarjes. Autori, Korrado Teodori, ka vëzhguar për disa minuta Sandrino Baci në banesë, sapo ky i fundit ka dalë, ka ndjekur deri te rruga, aty ku dhe debati ka nisur me tone të ashpra pasi Baci ka mohuar që të ketë ngacmuar bashkëshorten e Korrado Teodorit. Pas disa minutash, Teodori ka qelluar me armë në pulpën e këmbës 2 herë Bacin dhe më pas është larguar.